Një ditë pas vizitës zyrtare në Kosovë, Elisa Spiropali u shkarkua nga detyra e ministres së punëve të jashtme të Republikës së Shqipërisë. Kryeministri Edi Rama, vendimin për largimin e Spiropalit nga kjo detyrë e mori të enjtën, një ditë pas vizitës zyrtare të Spiropalit në Kosovë. Spiropali në një postim të gjatë ndër të tjera thekson se Shqipëria është më e rëndësishme se çdo rol dhe partia është më e rëndësishme se çdo individ. Por dinjiteti personal mbetet themeli mbi të cilin ndërtohet çdo shërbim publik i ndershëm dhe i qëndrueshëm. Ja postimi i plot. Dje përfundoi një detyrë, por jo një rrugtim. Në jetën publike, funksionet mbyllen me një vendim, ndërsa përgjegjësia vazhdon me ndërgjegjen. Politika është një territor ku koha lëviz shpejt, por kujtesa lëviz ngadalë. Në fund, ajo që mbetet nuk është posti që ke mbajtur, por mënyra se si e ke mbajtur atë dhe çfarë peshe i ke dhënë fjalës dhe qëndrimit tënd. Shërbimi ndaj Shqipërisë për mua ka qenë dhe është i lidhur pasgjithshmërisht me dashurinë për Shqipërinë, zgjedhje e vetëdijshme dhe jo aksident karriere. Një akt besimi se vendi ynë mund dhe duhet të qëndrojë në anën e duhur të historisë. Ashtu siç në momentet kyç të saj, Shqipëria ka ditur të zgjedhë orientimin perëndimor, edhe kur kjo zgjedhje ka qenë e vështirë. Nga koha kur rilindasit kërkonin dritë në Evropë, te vendimi historik për antarësimin në NATO dhe rruga drejt Bashkimit Evropian, projekti ynë kombëtar ka qenë gjithmonë projekt për të bërë pjesë e qytetërimit politik, që ndërtoi shtetin e së drejtës, dinjitetin institucional dhe njerëzor. Në këtë kuptim, detyra ime si ministre e jashtme nuk ishte thjesht funksion, por vazhdimi një narrative historike që e sheh Shqipërinë si pjesë të pandashme të perëndimit politik. Jam mirënjohëse Partisë Socialiste dhe kryeministrit për besimin e dhënë ndër vite, sepse mirënjohja është kulturë politike dhe jo nënshtrim personal. Ne kemi ndërtuar së bashku një model që e ka zhvendosur Shqipërinë nga psikologjia e tranzicionit drejt normalitetit evropian, duke zgjedhur reforma kur ishte më e lehtë të zgjidhej kompromisi me mediokritetin dhe duke zgjedhur përgjegjësinë kur populizmi ofronte duartrokitje të shpejta. Ky model nuk është i përsosur, por është i qartë në orientim dhe i vendosur në qëllim. Kam besuar dhe vazhdoj të besoj se politika nuk është zotrim apo pronësim, por kujdestari e përkohshme. Institucionet janë më të mëdha se individët, por janë individët ata që u japin atyre frymë, tonë dhe karakter. Në çdo funksion që më është besuar, si deputete, kryetare kuvendi e ministre, kam zgjedhur të jem zë me bindje dhe jo jehon pa peshë, sepse dinjiteti i shtetit mbrohet jo vetëm me marrëveshje e dokumente, por me qëndrimin që mban kur përfaqëson flamurin tënd përballë të tjerëve. Në Evropën politike nga De Gasperi te Schuman, modeli që mbeti ishte ai i burgshtetasit që ndërton mbi parime dhe jo mbi kalkulime afaqshkurtra, dhe ky mbetet edhe për mua standardi ideal i shërbimit publik. Vendimet politike janë pjesë e një vizioni më të gjerë dhe si të tilla respektohen, por historia personale e secilit prej nesh nuk matet me kozgjatjen e një mandati, as me fuqinë e përkohshme politike, por me gjurmën që lë në kulturën politike dhe morale të vendit. Në histori, figurat që mbeten nuk janë ato që mbajnë më gjatë pushtetin, por ato që nuk relativizojnë kur karakterin. Sepse dinjiteti nuk është dekorat ceremoniale, por qëndrueshmëri përballë kohës dhe aftësi për të mos u friksuar as nga e kaluara, as nga e ardhmja. Socialistëve u detyrohem gjithmonë besnikri ndaj idealeve dhe jo ndaj komoditetit, sepse e majta evropiane që kemi synuar të ndërtojmë në Shqipëri nuk është retorik, por përpjekje për drejtësi sociale, shtet funksional dhe integrim të pakthyeshëm në Bashkimin Evropian. Këto janë busulla që nuk ndryshojnë me rrethanat dhe nuk zbehen me rotacionin e detyrave. Forca e një projekti politik matet nga aftësia për të prodhuar modele që qëndrojnë edhe kur rrethanat ndryshojnë, sepse modelet nuk rrëzohen me dekrete, ato provohen me kohë.
Shqipëria është më e rëndësishme se çdo rol dhe partia është më e rëndësishme se çdo individ, por dinjiteti personal mbetet themeli mbi të cilin ndërtohet çdo shërbim publik i ndershëm dhe i qëndrueshëm. Në këtë kuptim, për mua përfundimi i një detyre nuk është tërheqje, por vazhdimi i angazhimit me të njëjtën bindje dhe të njëjtën përgjegjësi. Mesazhet tuaja më të shumta në largim se në marrjen e detyrës ma përforcojnë detyrimin dhe vendosmërinë për të dhënë më shumë, sepse pozicionet janë kalimtare, ndërsa gjurma është zgjedhje e vetëdijshme.